Francë njëshe për të gjithë ata që kishin emigruar, që u ngjitën anije edhe që u larguan nga Shqipëria për një jetë më të mirë. Kishte shumë paragjykime për shoqërinë shqiptare. Prandaj dhe sfidat e integrimit për ne të fillimit ishin më të mëdha dhe nuk të bënim gabime. Dërsa sot shoqëritë tona janë shumë shoqëri oksidentale. Është hapur turizmi, është zhvilluar ekonomia, vinë shumë të tepër francezë që vizitojnë Shqipërinë, vizitojnë Kosovën, dhe kur i thua që jam shqiptare, apo kur i flet për Kosovën, është krejt ndryshe. Përkundrazi, fjalët janë tepër dashamirëse, ka kuriozitet shumë të madh, sepse jehona është shumë pozitive. Po. Jehona që vjen nga vendet tona është pozitive. Shoqëria kosovare, shoqëri shumë dinamike, me një popullsi të re. Ku e ke këtë fat në Evropë sot? Po, dhe zonja Ardiona, duhet